Ajo çka vjet re në Tiranë vitet e fundit është se ky lloj bumi, po themi, ndërtimesh edhe mënyra se si ka ndikuar në infrastrukturë, ka prekur edhe hapësirat publike në aspektin e gjelbërt. Shumë parqe të gjelbra janë mpakur, janë cënitur, duke mbir aty, po themi figurativisht, një pallat, një kull. Si e parë qytetin në këtë raport, në raport me hapësirën publike, me hapësirën e gjelbër, edhe sa të nevojshme ka Tirana që në këtë planifikimin e mëtejshëm urban, po themi, për brezat e rinj urbanist, që duhet pasur parasysh që qyteti të jetë më dinjitetshëm i jetueshëm. Po, është e vërtet, kjo është një gjë për cilën vetë qytetarët ankohen dhe diskutojnë shpesh. Hapësirat e gjelbërta sa vjen e pozvoglohen qoftë nga ndërtimet, ndoshta shtesat e ndërtimeve të reja ose edhe vetë parkimet. Pra shndrohet një hapësirë publike që mund të ketë qenë potencial për hapësirë të gjelbër ose park të një lagjeje në parkim. Shumica e personave në Tiranë frekuentojnë liçenin, pasi është parku i vetëm i konsoliduar që ne kemi, edhe hapësira të tjera shumë të vogla, por cilat ndoshta nuk janë mirë të menaxhuara. Por nevoja është më e madhe se sa kaq, sepse Tirana po shkon drejt betonizimit, pra hapësirat e gjelbërta do ishin me përfitim jo vetëm nga ana estetike ose për të kaluar një kohë rekreative, por gjithashtu edhe nga ana mjedisore për shëndetin e qytetit, për cilësinë e ajrit, për amortizimin e zhurmave, gjithashtu edhe për të minimizuar efektin e ishujve të nxehtësisë që krijohen në qytet, pra arritja e temperaturave të larta për shkak të betonizimit.